që funksionon deri diku në mënyrë të pavarur nga insulinë që sekretohet nga qelizat beta të pankreasit. Dhe çfarë bëjnë? Duke qenë se agjërimi përmirëson ndjeshmërinë ose rezistencën e insulinës, qelizat i përgjigjen më mirë insulinës kur trupi agjeron. Dhe ato receptorët të cilat qëndrojnë në sipërfaqen apikale, në sipërfaqen membranore të qelizës, i përgjigjen më mirë hormonit insulinës. Dhe kur hormoni insulinës vjen, IRS-t, të cilat janë disa proteina intracelulare, i përgjigjen më mirë, lidhen me molekulën e insulinës, pra lidhen me hormonin e insulinës dhe glukoza futet, që më pas fosfolirohet ose oksidohet, zbërthehet ose formon ato lëndë të cilat quhen glukozë 6 fosfat, fruktozë 6 fosfat. Pra, pankreasi nga agjërimi shplodhet. Pankreasi nga agjërimi qetësohet, pankreasi nga agjërimi merr fuqi, pankreasi nga agjërimi fillon që të ketë një prodhim më të shëndetshëm të bikarbonateve. Dhe miku, më i mirë për pankreasin është agjërimi. Miku më i mirë i heshtur për pankreasin është agjërimi. Tani me kujdes. Ka disa kategori të njerëzve që patjetër që përmirëson yndyrnën, redukton yndyrnën e tepër, të rrit lipolizën, përmirëson qelizat beta të pankreasit, përmirëson mëlçin, pastron gjakun, redukton dhimbjen e kokës, ka shumë përfitime fiziologjike, biologjike në qelizë, te kinazat, te januskinazat, te nuklear faktor KB, te pjesa autofagisë. Autofagia është kur qeliza konsumon metabolitet ose kur konsumon ato mbetjet të cilat kanë ngelur në citozol, në citoplazm, në ribozome, në retikulum, në mitokondri, dhe më pas me anë të disa lizozomeve i dërgon peroksizome dhe i oksidon ose i shpërbën apo i zbërthen. Deri këtu jemi në rregull, por ka një kategori që duhet treguar kujdes, që pa këshillën e një profesionisti shëndetësor, persona të cilët kanë problematika me gurët në tëmth, agjërimin mund ta kenë pak problematik. Edhe pa u konsultuar me një profesionist shëndetësor, atëherë agjërimi tek këta persona mund të shfaqë disa komplikacione, dhimbje barku, fryrje gjatë agjërimit, sepse do thoni ju, po si ka mundësi. Tani, unë thash kategorinë e njerëzve që kanë probleme me gurët në tëmth. Me gurët në tëmth ose kolelolitiazat. Këtu kemi tëmthin. Tëmthi këtu, si që shikoni dhe ju, ka disa formim të gurëve. Kur ne agjërojmë, lëngjet biliare të cilat prodhohen nga mëlçia, nga hepatocitet, derdhen dhe depozitohen në bil. Pra, mëlçia prodhon lëngjet biliare, ku brenda lëngjeve biliare janë kriprat biliare dhe bilirubina. Bilirubina formohet nga riciklimi i eritrociteve, lëngjet biliare janë derivate të molekulave të kolesterolit. Tani, nëse ato mblidhen këtu, mund të pësojnë një agregim ose një fortësim. Sepse duke qenë se këtu ka dhe gur, duke qenë se tëmthi nuk shkarkon, tëmthi shkarkojmë kur ne konsumojmë yndyrnë. Tëmthi i derdh lëngjet biliare kur ne konsumojmë vaj udhiri, kur konsumojmë ushqime të shëndetshme me yndyrnë të shëndetshme dhe me proteinë të shëndetshme. Dhe këtë mesazher fiziologjik lokal e bën një hormon që prodhohet nga zora holl, ku quhet kolecistokinina, dhe kolecistokinina lidhet me disa receptorë membranor ose disa receptorë në sipërfaqen e qelizës që të stimulohet pjesa e hapjes së sfinkterit të odit ose pjesa e duktusit komun të tëmthit. Pra nëse ne agjërojmë, mund të kemi një fortësim të këtyre gurzave, gurët bëhen më të fortë ose mund të thotë një stazë dhe ne mund të kemi dhimbje gjatë agjërimit, sepse ç'a bëjnë, kolesteroli që është këtu agregohet me gurët e tjerë dhe mund të arrisë për masën dimensionin e tyre. Prandaj, njerëzit të cilët kanë gurë në tëmth, pa marrë miratimin, këshillën e dur nga profesionisti mjekësor që unë ndjek, mund ta kem pak më të vështirë pjesën e agjërimit. Por patjetër agjërimi ka shumë benefite. Vetëm se duhet të themi dhe këshillat e duhura, këshillat parandaluese, të cilat ofrojnë një mirëqenie më të mirë. Tjetër, edhe personat me Hashimoto, ose personat me një tiroide të ngadalt. Personat me një tiroide të ngadalt mund të kenë dhimbje koke, mund të kenë ulje tensionit, mund të kenë her pas here spazmat letat e muskujt, mund të kenë her pas here dhe marrje mënç, mund të kenë her pas here dhe ato që quhet ulje her pas here tensionit por vertigo, ose kur ngrihen në këmbë, mund t'i ulet shumë tensioni, ose quhet ai momenti shumë i vogël i takikardisë posturale ortostatike. Pra njerëzit që kanë një Hashimoto ose një ulje
të funksionit të tiroides, nga dalësim të proceseve fiziologjike të tiroides, agjërimin disa ditë mund ta kenë pak problematik, lodhje, debules, plagushti, sepse ata gjatë gjithë ditët pothuajse janë të lodhur. Metabolizmi është i ngadalt, fryrje barku, dhimbje koke, her pas here dhe migren. Prandaj kjo kategori do pa kujdes, edhe do miratimin e një profesionisti mjekësor. Pastaj ka dhe kategori të tjera që duan kujdes edhe miratim, këshillim nga profesionist mjekësor, që ju këto çështje i dini edhe vetë, por patjetër, këto janë këshilla për mirëqenie, këshilla për një informacion edukues edhe për të thënë se si duhet bërë në të vërtet, por këshillën e dur, pjesën e vendimit e merrni ju dhe merr patjetër profesionisti mjekësor që u ndjek. Por kujdes duhet bëj njerëzit që kanë kurrë në tëmbë Hashimoto. Pra që mund të kenë her pas here dhimbje koke ose plagushti. Patjetër që agjërimi lidhet edhe me reduktimin e yndyrnave, redukton trigliceridet. Trigliceridet janë yndyrnat e këqija, ose ato të cilat bëjnë faktor kryesor për të formuar probleme kryesore ose për të formuar ato ngurtësimin e endëve të gjakut. Bëhen faktor kryesor për kalcifikimin në vazat karotide, për reduktim të ventilimit kardiopulmonar, për reduktim të ventilimit në regionin e sistemit cerebrovaskular, të venave, të sinuse duraleve, të sinuseve të durës e të tjerë. Agjërimi nga ana tjetër shton edhe aftësinë e janë disa hormone ose disa peptide cilat çlirojnë nga neuronet enterike, nga qelizat neuroendokrine, këto quhen takikininat, këto quhen galaninat, obestatinat, apelinat. Apelina është një hormon shumë i rëndësishëm.